Kosovo wants to be. The president tells me that. Të mërkurën gjatë një seance dëgjimore në Kongresin Amerikan, synimi i antarësimit të Kosovës në NATO u theksua fort. Nga njëra anë, kongresmeni republikan Keith Self foli për atë se si ky është qëllimi kryesor i Republikës Kosovare, përderisa e theksoi se disa antarë të aleancës nuk e njohin vetësinë e saj. Në këtë kontekst, ishte admirali në pension Mark Montgomery që tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të përdorin fuqinë e tyre të rëndësishme që të shtyjnë vende siç është Spanja të ndrojnë qëndrimin refuzues. Shteti spanjoll bashkë me Greqinë, Rumaninë, Slovakinë përbën 4 mosnjohëse nga 32 vendet anëtare të NATO-s. Tobi Vogel nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit me seli në Bruksel thotë se këto 4 vende kanë arsye të brendshme që nuk po lëvizin drejt njohjes. Këto arsye nuk largohen thjesht vetëm se mund të ketë imperativa diplomatike, që ose të njihet Kosova e pavarur apo disi në heshtje të pranohet hyrja e saj e mundshme në NATO apo Bashkim Evropian. Por të mos harrojmë se mund të ketë mënyra ku juristët mund të dalin me mënyra se si Kosova, edhe pa u njohur në plotëni të hyjë apo të paktën të fillojë procesin e antarësimit në këto institucione. Ndërkohë, 4 jo njohëse për Kosovën në synimet e saj për të antarësuar në BE i shtohet edhe Çiproja. Ky vend me 4 të tjerat përbën 5 jo njohëse të BE-s që ka për momentin 27 vende anëtare. Sipas Vogel, zërë se udhëheqësia e re në Bruksel të bëjë diçka që ato të ndryshojnë qëndrim. Historikisht, institucionet e BE-s kanë qenë shumë gurruese që të përfshihen, pra i mbetet vendeve anëtare që të vendosin nëse duan ta pranojnë një shtet të caktuar apo jo. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Riho Teras para kësaj javësh e konfirmoi për Klan Kosova se ai do nisë një seri takimesh me përfaqësuesit e 5 shteteve mosnjohëse në Bruksel në mënyrë që ata mundësisht të ndërrojnë qëndrimin.